Horoskopi për ditën e diel 24 maj 2026. Tashi, ditët që po vinë do t'ju largojnë pak nga vrapimi pas gjërave materiale apo llogarive të përditshme. Do të ndjeni një dëshirë të madhe për të lidhur me ana shpirtërore dhe emocionale të jetës tuaj. Fantazit, misteret, arti do të jenë që do t'ju tërheqin shumë në këtë periudhë. Do të keni një shtys të fortë për të ndarë një ide të bukur me dikë që e keni për zemër, ose për të shkruar mbi ëndrat tuaja. Vlerat tuaja më të mira dhe forca e brendshme do të shkëlqejnë dhe do të bien në sy të tjerëve. Edhe pse do të shfaqni ngrohtësi dhe dëmshuri her pas here, do të dukeni paksa të largët, pasi do të jeni të humbur në mendimet tuaja. Është një kohë shumë e mirë për të rikthyer tek një projekt që e keni lënë për gjysmë. Ngjyra me fat e zezë dhe e bardhë, koha me fat 11 deri në 13. Demi, kjo periudhë do të jetë shumë e mbarë për punët tuaja, por dhe për jetën tuaj private që e mbani larg syve të botës. Do të jeni të qartë dhe do të lini gjërat të rrjedhin vetë, duke shijuar çdo moment. Një dëshirë e fshehtë apo një ëndër e vjetër do t'ju shtyjë të merrni disa masa konkrete dhe do të keni shumë sukses në një çështje personale. Të ndihmoni të tjerët do t'ju falë një kënaqësi të veçantë tani. Duke qenë se intuita juaj është e mpret, do të dini si t'i zbukuroni projektet ekzistuese me detaje të zgjuara. Koha që do të kaloni vetëm do t'ju shërbejë për mirë. Ndaj, nëse keni një parandjenjë për paratë apo biznesin, besojeni asaj sepse nuk do t'ju zhgënjejë. Çlirohuni nga streset e fundit. Ngjyra me fat blu e çelët, koha me fat 8:30 deri në 10 paradite. Kalojmë tek binjakët. Të dashur binjak, dëshira juaj për të qenë të pavarur dhe për të vepruar sipas qefit do të jetë mjaft e fortë gjatë këtyre ditëve. Mendja dhe zemra juaj po hapen drejt mundësive të reja që nuk kishit menduar më parë. Do të shihni njerëzit e gjërat përreth për bukurinë që kanë dhe jo për defektet e tyre. Ëndrat dhe idealet tua do të marrin një rëndësi të veçantë dhe të ndihmonin miq do t'ju mbush me gëzim. Karakteri juaj i ëmbël dhe i dashur do të bëjë që të tjerët të afrohen natyrshëm pas jush. Do të jeni gati të jepni këshilla të shkëlqyera dhe të frymëzoni këtë që ju rrethon. Me kthimin e besimit tek vetja, do të keni shumë durim për të pritur që gjërat të shkojnë në vendin e vet. Ngjyra me fat portokalli, koha me fat 14 deri 15:30. Gaforja. Këtë ditë po të ftojnë që ju të bëni pushim, të tërhiqeni paksa nga zhurma dhe të lini imagjinatën e lirë. Ana e juaj e punëve do t'ju tërheqë më shumë se zakonisht dhe do të keni një aftësi të sillni një lloj magjie në çdo gjë që prekni. Të tjerët do t'ju kërkojnë ndihmë pikërisht për këtë sy të mpret dhe stil unik që keni. Do të arrini të vini në jetë një projekt të fshehtë apo një dëshirë për bamirësi dhe do të keni një mbështetje të madhe nga prapaskenat ose nga njerëzit që nuk e mendonit fare. Imagjinata do t'ju çojë në rrugën e duhur, edhe pse mendja juaj punon mirë për gjërat praktike, këtë herë do të udhëhiqeni plotësisht nga urtësia dhe intuita juaj e pagabueshme. Ngjyra me fat është kafe e pjekur, koha me fat 16:15 deri 17:45. Luani. Yjet po ju vendosin në një pozicion shumë të mirë për sa i përket miqësisë, synimeve dhe njohurive të reja. Besimi juaj te miqt po bëhet më i fortë, por ndoshta do t'ju duhet të falni dikë ose të kaloni një keqkuptim të vjetër për të ecur përpara të lirë. Do t'ju shijojë shumë nëse ndani idetë dhe bindjet tuaja me rrethin tuaj shoqëror. Nëse keni ndërmend të organizoni një festë apo të lini një përshtypje të mirë në publik, ky është momenti juaj. Kjo periudhë do t'ju frymëzojë të imagjinoni mundësi të mëdha për të ardhmen. Kërkoni një ndryshim ambienti apo aktivitete që ju sillin freski, emocione dhe të lidheni pas një kauze që ka vlerë për ju. Ngjyra me fat është portokalli dhe blu. Koha me fat 10 deri 11:30. Virgjëreça. Imagjinata dhe besimi juaj do të zgjohen fuqishëm duke ju kthyer vullnetin për të ecur përpara me plane të mbetura pezull.
çdo punë e juaj, studim, zhvillim në biznes, punë kërkimore, gjithçka në të cilën ju keni obligim, do të jetë i bekuar këtë kohë. Do të shkëlqeni si lider dhe do të keni mbështetjen e plotë të njerëzve për të arritur qëllimet tuaja. Kur të mendoni për anën shpirtërore të karrierës tuaj, do të ndjeni më të plotësuar dhe më të vendosur për të kaluar çdo vështirësi që do t'ju dalë përpara. Para ndjenjat tua do të dalin të gjitha të vërteta. Në nivelin profesional do të jeni si magnet për të tjerët. Do të kuptoni mjaft mirë se çfarë kërkon tregu apo publiku dhe do të dëgjoni fjalë të mira që dikush ka thënë për ju prapa krave. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat, paradite. Peshorja. Marrëdhëniet në çift apo bashkëpunimet kanë qenë paksa të ndërlikuara kohët e fundit, por tani po ju vjen një mundësi e madhe për të rritur së bashku. Dhémshuria juaj për të tjerët do të jetë shumë e fortë dhe do të keni shansin të mbështetni dikë që ka nevojë për ndihmën tuaj, qoftë materialisht apo shpirtërisht. Idetë dhe planet tua do të jenë mjaft mirë të pritura nga njerëzit që keni pranë. Do të keni një lloj ndriçimi në mendje për sa i përket disa bindjeve të vjetra dhe mendimeve tua, të cilat mund të ndryshojnë papritur për mirë. Mbani shënim çdo ide që ju vjen këto ditë në mendje. Një bisedë e shtruar apo një bisedë filozofike do t'ju ngrej moralin dhe t'ju bëjë të ndiheni të kuptuar. Ngjyra me fat është rozë dhe blu. Koha me fat 13:30 deri 15:45. Akrepi. Kjo periudhë po sjell një nuancë të bukur imagjinate dhe dhunti krijuese në jetën tuaj të përditshme. Do të zgjidhni t'i merrni gjërat shtruar dhe të ecni me rrymën pa nxitim dhe pa presion. Disa sinjale intuite mund t'ju çojnë drejt informacionit të duhur dhe drejt mënyrave të reja për të përmirësuar punën dhe shëndetin tuaj. Të ndihmoni të tjerët apo të kujdeseni për veten do t'ju shpërblehet me një kënaqësi të madhe shpirtërore. Do të jeni shumë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të vogla rreth jush. Mund të zbuloni burime të fshehura parash apo të merrni një mbështetje financiare të papritur. Është një kohë e mirë për të bërë plane që nxjerrin më të mirën nga aftësitë tuaja. Ngjyra me fat e artë. Koha me fat është 18 deri 19:30. Shigjetari. Yjet po ju rrisin besimin se gjërat do të shkojnë pikërisht ashtu siç duhet dhe kjo do t'ju ndihmojë të qetësoni dhe të hapni zemrën. Një mirë kuptim dhe pranim më i madh po lind në marrëdhëniet tua në çift. Komunikimi me të tjerët do t'ju hap dyert të reja dhe projekte krijuese do të kenë sukses të garantuar. Është momenti i duhur për të futur pak romanc, imagjinat dhe dhimbshuri në lidhjen tuaj që do t'ju bëjë që të tjerët t'ju adhurojnë. Mos u mjaftoni vetëm duke parë gjërat e bukura, por bëhuni pjesë e tyre. Krijoni dhe ktheni imagjinatën në realitet. Do të jeni shumë bujar me kohën dhe energjinë tuaj. Ngjyra me fat është ngjyra portokalli dhe vjollcë. Koha me fat 12:30 deri 14:25. Kalojmë tani tek Brytësjapi. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të përhapur ato që ju keni në mendje. Këto janë disa projekte financiare apo punët tua praktike. Megjithatë, duhet të ngadalsoni pak hapin që të keni kohë që të tjerët t'ju kuptojnë. Nëse keni punuar fort ose keni kaluar ndryshime të shpejta, tani mund t'ju duhet pak pushim dhe qetësi. Do të keni një ndjenjë nostalgjie për romancën e së kaluarës dhe një aktivitet krijues do t'ju ndihmojë të nxirrni në dritë anën tuaj më të ëmbël. Frymëzimi do t'ju shoqërojë në punë dhe në rutinën tuaj. Do të sjellni disa ide bujare në shërbimet që ofroni dhe dëshira për të bërë diçka me vlerë do të jetë tepër e lartë. Jeta juaj private do të jetë e pasur dhe e ngrohtë. Ngjyra me fat gri e hapur. Koha me fat 15 deri 16:50. Ujori. Yjet po ju ftojnë të relaksoni, të pranoni gjërat siç janë dhe të pastroni mendjen nga ngarkesat. Ju do të arrini të shprehni veten me shumë ngrohtësi dhe mesazhet tuaja do të jenë mjaft të fuqishme, duke zgjuar interesin e të tjerëve për atë që ju keni në mendje.
Përshtypjet që do të merrni do të jenë të mira. Do të keni sukses nëse merreni me reklamin prezantimin e punës tuaj. Jo vetëm që do ta keni më të lehtë të përdorni imagjinatën, por do të keni edhe guximin ta ndani atë me botën, gjë që do t'ju rrisë vetbesimin hap pas hapi. Do të ndjeni të magjepsur pas një hobby apo pas një teme të re që do t'ju argëtojë pa mas. Ngjyra me fat jeshile dhe e bardhë, koha me fat është mesditë. Peshqit. Yjet po mbështesin plotësisht vizionin tuaj duke bërë të natyrshme që të ulni pak ritmin dhe t'i përkushtoni pak jetës. Është një kohë e mirë për t'u marrë me gjëra që ju mbushin shpirtërisht dhe jo thjesht materialisht. Megjithatë, intuita juaj do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje të shkëlqyera që do të përmirësojnë financat, familjen dhe sigurinë në shtëpi. Ndarja e planeve me familjarët do t'ju sjellë shumë kënaqësi dhe do të gjeni paqe me të kaluarën tuaj. Mund të gjenden fonda apo burime të reja për të rregulluar ambientin ku jetoni. Të ecni pa bërë presione do t'ju largojë çdo stres të akumuluar kohët e fundit. Ngjyra me fat e zezë dhe e bardhë, koha me fat 16 deri në 17:35. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.